Kjo është çështje që pastaj mund ngelet në çështje në një situatë subjektive, por mendoj që reagimi i zotit Hita deri diku mendoj që ka qenë korrekt duke parë tërësinë e veprimeve që policia ose më saktë strukturat hierarkike të policisë së shtetit kanë realizuar duke ndërmarrë menjëherë veprime që kanë bënë me arrestimin në kushtet e flagrancës punojësve të policisë të shoqërisë private, të cilët kanë abuzuar, si thuaç, me kompetencat e tyre, që kanë tejkaluar në mënyrë flagrante kompetencat e tyre dhe autoritetin që ju jep ligji, por sigurisht që në vlerësimin tim duhet të ketë një lloj strukturimi apo një lloj trajnimi më të specializuar të këtyre strukturave për që ata të kuptojnë fushën e tyre të veprimit dhe fushën e tyre të kompetencave. Nuk mundet kurrësi një efektiv i një policie private, siç thamë më pak më parë, të zëvendësoj një efektiv policie, të zëvendësoj një punojës policie që ka ekskluzivisht detyrën dhe autoritetin për të ndaluar, për të arrestuar, për shoqëruar njerëz në kushtet e flagrancës.